Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e SPAK dhe ka dërguar për gjykim Lart Haxhiun, Kristi Bixhej dhe të penduarin e drejtësisë Artan Tafani. Lart Haxhiu dhe dy bashkëpunëtorët akuzohen për disa vepra penale, si vrasje me paramendim, shkatrim prone me eksploziv, vjedhje me armë, sigurim kushtesh për vrasje, si edhe vrasje për gjakmarrje. Haxhiu u dënua për herë të parë në vitin 2009 për vjedhje, ndërkohë vite më vonë u shëndërua një nga njerëzit më të kërkuar të drejtësisë. Gjatë viteve 2021-2023, së bashku me pjesëtarë të tjerë të grupit, janë autor të vendosjes së tritolit në 5 raste, në Lushnjë dhe Durrës, vjedhje me dhunë në 2 raste, dhe të dyshuar se kanë përgatitur 3 plane atentatesh të pafinalizuara. Lart Haxhiu, në rolin e drejtuesit dhe organizatorit të grupit të strukturuar kriminal, akuzohet si i përfshirë në 14 ngjarje të rënda kriminale, ndërkohë Kristi Bixhej akuzohet për 3 vepra penale të rënda. I përfshirë në proces është edhe i penduar i drejtësisë Artan Tafani, ku përmes dëshmive të tij, SPAK ka arritur të provojë disa prej krimeve të kryera nga Lart Haxhiu dhe grupi i tij kriminal. Vetë Tafani akuzohet se i siguroi kushtet dhe mjetet Lart Haxhiut dhe Fatjon Veliut për vrasjen e Recep Ginës në Lushnjë, në korrik të 2022-shit. Antarët e grupit të strukturuar kriminal, veç të akuzuarve janë dhe Lulzim Spahia, Ligor Romaçka, Bledar Berberi, Erisiano Abedini, ndaj të cilëve SPAK ka dorëzuar më herët në GJKO një kërkesë për gjykim. Sipas SPAK, aktiviteti kriminal i këtij grupi të strukturuar është i shtrirë nga muaji prilli vitit 2021 deri në muajin maj të vitit 2023, kur drejtuesi i tij Lart Haxhiu u arrestua në Greqi. Lart Haxhiu u ekstradua nga Greqia drejt vendit tonë në korrik të vitit 2024. Haxhiu është dënuar me burg për jetë për masakrën e Lushnjës në vitin 2017, ku u vran Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha dhe u plagosën 2 të tjerë, ndërsa shënjestër ishte Xhulio Shkurti, nipi i shkrehut të bandës Aldo Bare.